Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma kudo që na ndeshni të nderuar shikues, dhe kjo javë nisi me përplasjen e madhe tashmë të konfirmuar midis zonjës Osmani dhe zotit Kurti. Përkatësisht midis dyja kampeve mbi çështjen e zgjedhjes së presidentit, mbi përcaktimin e madh që bëri Kurti duke i dhënë lajmin shokues të pritur mbase zonës Osmani se ai nuk ka mbështetje për të. Opinioni publik gravitoi me mendime kolektive në rrjetet sociale, në studio televizive, gjithë javën që shkoi dhe mbase kjo javë do ta shoqëroj publikun me këtë temë në një ndarje jo pak të dhimbshme siç e përjeton mbase votuesi i binomit Kurti Osmani, votuesi i këtyre dy figura politike në zgjedhjet e 14 shkurtit të vitit 2021. Për atë periudhë kohë kur nisi lokomotiva Ania, siç kanë premtuar, e shpresës për një Kosovë të shliruar pas 20 vite, për një Kosovë të parobruar, siç kanë pretenduar pas 20 vite, dhe ja ku jemi në këtë bilanc, evaluimi politik për të konstatuar ndarjet nga bashkallëku politik. Analizë me Afrim Kasolli. Kasolli, faleminderit për kohën. Plasiret jemi së bashku. Edhe kjo javë do të mbisudohet nga vëmendja e kësaj teme. Vjosa Osmani, Albin Kurti, pati të drejtë, nuk pati të drejtë, si u ndan, pse u ndan, dhe me gjaz do të përshkallëzohet edhe betejë e grupeve të mesme ose militantëve duke hedhur vrerë mbi njëri tjetrin. Po, tash e pritshme kjo, do thotë për shkak sepse të dyve ju duhet që të justifikohen para opinionit publik për këtë përfundim të hidhur në raportet ndërmjet tyre, do thotë edhe mënyra se si do të arsyetohen e të justifikohen se cili ishte fajtori që u rënuaj projekti i madh i shpresës, do thotë, sepse dy njerëz qytetarë të Kosovës, mos madhe, po tham, jo kështu në aspektin total, por mos madhe tek këta dy personalitete kanë projektuar një shpresë të madhe, imagjinare, do thotë, se gati utopike, duke ndruar e besuar se këta dy personalitete, madje edhe për shkak të suportit edhe në media ndërkombëtare, një kohë do ka pas një solidaritet të jashtëzakonshëm edhe në mediat, veçanërisht këtu evropiane, duke i portretizuar detyrat e tyre si herkolike ka pasur, si titoj bombastik, të cilët më në fund do ta nxjerrin Kosovën nga batako e veset e korrupsionit që i kishin zhytur elitat politike. Dhe në fund ja si përfunduan, do thot, me një çarje të paimagjinueshme për mbështetësit e tyre politik, po që nën kupton, do thot, për shkak të ambicieve të tyre egocentrike. Për mendimin tim, kjo ka qenë e pritshme në një farë mënyre, sepse nuk është imagjinuar e menduar që Vjosa Osmani dhe Albin Kurti për shkak të karaktereve të tyre politike do ta kenë gjatë këtë bashkëpunim politik, nga se të dy dëshirojnë në farë mënyre që të jenë në fund kupola e vendimarrjes politike, të jenë autoriteti final, gjë që ka sjellur një mosdorim politik. Kjo është ona psikopolitike, ndërsa ona publike ka të bëjë me pretendimet e tyre, do thotë e veçanërisht që Vjosa Osmani ka filluar ti artikuloj gjithnjë më tepër në opinionin publik se gjoja, do thotë, pushteti aktual, ndonse po rezervohet pa përmendur emra konkret, gjoja pushteti aktual me veprimet e tij ka ndërmarrë veprime të rrezikshme për shtetin e Kosovës, dhe janë skema të cilat cenojnë interesat e shtetit, e paralizojnë funksionimin demokratik të vendit, e tjera. Mirë, po unë kërkoj që dy do thotë këtë periudhë, 5 vite, kush lëshoi rrugë, kush hapi krahun, edhe kush meti konsistenci pas jush? Vjosa Osmani apo Albin Kurti? Dhe përse? Dëgjoni, bëri mirë që Vjosa Osmani lëshoi pe, sepse lëshimet e saj pe nuk janë dëmshme për shtetin e Kosovës, por tash tjetër është ky dimension, tjetër është mënyra se si kjo përkthehet tek mbështetja elektorale. Këto janë dy çështje të ndryshme sepse 5 vjeçar para se të vinte Vjosa Osmani në pushtet, nuk është që kishte zbarkuar
me aq vëmendje në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sot ajo është një prej nënshkruesve të Bordit të Paqes. Jo vetëm ato, po edhe Për NATO e për përzgjodhi. sa kohë që atje me 4 shtator të vitit 2020 nënshkroi marrëveshjen në shtëpi të Bardhë, ish kryeministri Hoti, Zonja Osmani, ishte në krahun tjetër politik, të qëndrimit politik, nëse mund ta Po them. kjo mund vrehet ndërmjet deklaratave Jo sa Osmani kontradiktore. para se të bëj presidenti, dhe sot si presidente Ndërmjet deklaratave kontradiktore për rolin e saj politik nga vetë përfaqësuesi i presidentit Trump për misionet posaçme globale, sepse Richard Grenell para një kohë ka qenë mjaft kritik ndaj Vjosa Osmani, ndërkohë dje pardjen me sa di unë pardjen u po që në rrjetet e tij sociale ka përshëndetur dekretin e saj për shpërndarjen e kuvendit, gjë që i ka dhënë një material shtesë propagandistik, do thotë nëse e vren rrjetet sociale të aktivistët televizjes me vendosje, i ka dhënë një material shtesë për ta sforcuar këtë narracion që ka pasur një lloj komploti dhe konspiracioni politik që tashmë edhe Vjosa Osmani është bërë pjesë e tyre për ta cënuar funksionimin demokratik dhe legjitim të institucioneve të Kosovës. Kjo është pak a shumë teza kryesore me Sa është cilën politike ndershme që një subjekt politik, në rastin konkret Partia e Kurthit, bëj fushat, synoj të marrë vota duke të ndërtuar një platformë anti një administrate, çfarë është Trump, siç e kishte këtë qëndrim edhe në vitin 2020. Po ndëgjarit, kjo nuk është hera e parë që e bën lëvizja vetëndosje këtë veprim politik, do të madje prej se është etabluar në skenën politike gradualisht tensionet jo vetëm me këtë administratë, por me gjitha administratat amerikane, sepse nuk është e ka pas raporte ma të relaksume dhe me administratën e kaluar. Madje në rastin e kësaj administrate është shumë më e rezervuar sa i përket sulmeve s'po e quaj, po kritikave publike ndaj sjelljeve të qeverisë së Kosovës sa ishte administrata Biden. Ne kemi pas deklarime të përfaqësuesve më të lartë të administratës Biden, të cilët janë shprehur në mënyrë eksplicite që me sjelljet e tyre qeveria e Kosovës po ja u bën të pamundur SHBA-ve që të lobojnë ndërkombëtarisht për interesin e shtetit të Kosovës. Do të ka pasur edhe kësi, dhe tash mos hym ti përmendim, Trump nuk po bën asgjë më shumë se sa Ndëgjoj, çfarë politike kishin administratat përpara tij. Obama, Biden, dhe administrata e fundit edhe Biden. administrata Madje e nuk fundit ka Biden. konflikte të hapura publike ndërmjet përfaqësuesve të kësaj administrate me qeverinë e Kosovës siç ka pasur në administratën e kaluar Biden. Do të ne kemi pasur edhe deklarime brutale kundër ish sekretarit amerikan të shtetit në administratën e kaluar Biden nga kryeministri Kurti, gjë që s'ka ndodhur tash në rastin me Marco Rubio e të tjera. Pra nuk është që është hera e parë që qeveria e Kosovës, do thotë lëvizja vetëndosje Albin Kurti kanë tensione të tilla dhe që nuk i është rikthyer në aspektin profitabel elektoral. Pikërisht ky antagonizëm publik me Shtetet e Bashkuara amplifikimi, me siç e përdor këtë shprehje, forcimi i kësaj gjuhë shumë me Shtetet e kundër Bashkuara të Amerikës, me gjitha administratat. Është lojë ndershme për trashëgiminë politike dhe historike të vëndit. Ndëgjoj, nuk tash kjo në gjykimin tuaj ka. Në gjykimin tjetër ne kemi bashkëbiseduar, në kjo absolutisht shkon në kolizion, është fatale për interesat shtetërore. Mirë, po tash kjo është temë tjetër edhe e qytetarëve të Kosovës, cilët unë nuk mund ta ndroj për shembull disponimin e tyre, nuk mund ta ndroj vullnetin e tyre. Asaj si është mundur një elitë politike, po them, ta konstruktoj, ta ndërtoj një ide politike, që ajo ide të ushqehet edhe me platformën pastaj anti një establishmenti amerikan. Anti-rolit të tyre global, do thotë, edhe veçanërisht në Kosovë, do thotë kjo vret njëra prej kritereve, sepse mos harroret, ne patëm zgjedhjet e fundit, pas suspendimit të dialogut strategjik, lëvizja vetëvendosje, logjikisht, sikur të ishte ky sentiment publik shumë i theksuar pro-amerikan Kosovë, nuk do ta kalonte 20%, por përkundrazi ndodhi, fitoi 50%, pra mori më shumë vota pas ndërprerjes së dialogut strategjik, se sa kur dialogu strategjik ishte në fuqi. Dhe kjo është vetëm njëri element, mos hym tash në gjenealogjinë e këtyre raporteve që unë vazhdimsi kam thënë që këto tensione e kanë sforcuar elektoralisht dhe politikisht lëvizjen vetëvendosje, mirë po kohën e fundit ky subjekt ka arritur që mos të madhe ta bindë opinionin që me gjitha veprimet që është duke i bërë
me gjitha veprime që është duke bërë, veçanërisht në atë që e quhen rrumbullaksim i sovranitetit të shtetit, edhe nëse ka tensione me Shtetet e Bashkuara, këto tensione janë si rezultat sepse SBA po tentojnë me çdo kusht dhe në çdo mënyrë Serbinë ta tërheqin nga orbita ruse dhe që të bëjnë kompromise në dëm të territorit në dëm të Kosovës. Kjo është dhe që Albin Kurti po i prish këto loja duke thënë se këtij nuk i intereson pozicioni i Serbisë, por i intereson mbrojtja e sovranitetit dhe shtetit të Kosovës dhe që nuk do të lejojë kompromise politike të kësaj natyre. Pra kjo është dinakria, do thotë retorika kryesore me të cilën kryeministri Kurti po arrin do ta mbajë mbështetjen elektorale që është të arrit bazinën e votave. Edhe pasi Kosova përkatësisht për arsye të kësaj qeverie ju Kosovës ju pëzëllua dialogu strategjik. Kjo është vetëm njëri element, sepse unë thash edhe në administratën e kaluar ne kemi pas tensione të kësaj natyre që kanë qenë shumë të theksuara. Blinken edhe mos harro Escobar gjithë, edhe Hovenier ish ambasadori dhe në mënyrë të vazhdueshme i kanë shprehur publikisht. Fjalia e famshme në hotelin Swiss Diamond. Mos drejtuar liderëve, mos urinonin pragun një klubi nëse dëshironi të jeni pjesë e tij. Marrë edhe fjalia edhe që po ndikoni që SBA ta humbin vullnetin për të lobuar ndërkombëtarisht për interesat e shtetit të Kosovës. Çdo administrat ka pasur qëndrim mbas të sforcuar kundrejt një politike që ka ndjek zoti Kurti në raport me Kosovën në sy ndërkombëtar. Absolutisht po, në këtë tim po tash rrit kjo është gjendja, ne do thotë kemi por nuk mund ta lëm pa e nënvizu, pa e konstatu, pa e thënë që ka pasur një kohezion qëndrimit amerikan kundrejt zotit Kurti. Që prej kur zoti Kurti i hyri politikës objektivisht. Edhe sekretari amerikane Madeleine Albright ishte kërcënuar nga partia Kurtit, teksa ajo po përpiqej mbase me kompani të ndryshme vende për ta privatizuar postën dhe telekomin e Kosovës. Ende përmendën në tabulate diplomatike. Ja, me gjithë ambasadorët, kjo është veç me gjithë me gjithë do të kanë ekzistuar këto tensione dhe këto tensione nuk është që e kanë dëmtuar elektoralisht Kurtin, përkundrazi ky ka ardhur duke u sforcuar në këtë drejtim, gjë që flet shumë për ndryshimet mbase bathella sociale, demografike që kanë ndodhur në shoqërinë tonë dhe që më do thotë pretendimi që Kurti mund të rrezohet vetëm duke u shfaqur alternativa e tij si pro-amerikane dhe ky si anti-amerikan nuk është që do të prodhojë rezultate të kënaqshme elektorale. Dhe këtu në këtë drejtim unë shoh edhe një lloj handicapit të vjosës sepse kjo që tash vjosa tenton t'ia ofrojë shoqërisë tonë, elektoratit tonë, aseti kryesor i saj marrëdhënie specifike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk është që nuk ka qenë cilësi edhe liderëve të tjerë politik, por nuk është treguar efektiv për ta marginalizuar e për ta minuar do thot potencën elektorale të Albin Kurtit. Do thot kjo është sepse do të thonë po e shoh edhe një lloj besimi të gabuar të subjekteve opozitare apo një lloj shpresë naive se tash konflikti ndërmjet Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit është mundësia e tyre fundit finale që do të rezultojë në vetrënimin e këtyre dy personaliteteve dhe të njëjtëve do t'ju krijohet shanca për rikthim në pushtet. Kanë qenë 3 tema të mëdha do të ku opozita gabimisht e ka suspenduar rolin e vet, nuk ka pas besim që ajo nga vetvetja mund ta sfidoj pushtetin e Albin Kurtit, por e para ka qenë edhe se sa më tepër pushtet që merr ky, do të për shkak të pavësive qeverisëse do të ndikojë në zhgënjimin e qytetarëve të Kosovës dhe që opozita pa bërë asgjë do të me automatizëm do të bekohet me pushtet. Kjo zgjedhjet e fundit e dëshmuan që është naive kjo. Pa ndihmë tjetra ka qenë se për shkak të procesit të dialogut ai do të kurthohet me partnerët ndërkombëtar dhe se presionet e asaj natyre do të ndikojnë që po ashtu Albin Kurti ta humbë mbështetjen elektorale, mirë po edhe kjo dështoi, po që nuk u tregua efektive për ta minun pushtetin e Albin Kurti dhe e fundit është vret, ndonë se nuk thuhet në mënyrë eksplicite, nuk thuhet hapur, por ka ndruar sentimenti i subjekteve opozitare në raport me presidentin, duke shpresuar që sa më tepër agravohet konflikti ndërmjet saj dhe Albin Kurtit, sa më tepër agravohet konflikti ndërmjet saj dhe Albin Kurtit, kjo do të përkthehet në
efekt profitabil për to. Unë kam dyshimet mia nga se rrugtimi politik i Albin Kurti dhe i Vjosa Osmanit është krejtësisht i ndryshëm. Do të mos harrojmë këtë fakt. Nga kjo premisë duhet nisemi për të parë se çka mund të ndodhë, nga se Albin Kurti nga hiçi, nga asgjëja ka ndërtuar një organizatë, do të thotë politike tashmë masive, mund të bëhen tash debate për karakterin ideologjik të kësaj organizate. Ndërkohë Vjosa Osmani për shkak të ambicieve të saj egocentrike, do të thotë e ka rënuar një traditë politike, siç është lidhja demokratike e Kosovës. Dhe pikërisht Vjosa Osmani e ka sfiduar dhe e ka mohuar instrumentin i cili do duhet të ishte efektiv për ta sfiduar dikën politikisht. Sepse vetëm pushtetet e sfidojnë njëri tjetrin, jo individët. Ne mund të kemi argumente dhe tash këtu ku po flas për pushtet. Kush po duart këto Lumira Dixhiku në dallim jo vetëm Lumira Dixhiku. Kryetarit, po them Isa Mustafa i cili tha, mos lejoni njerëz që kanë mendësi të vetvendosës në rastin konkret direkt të Vjosa Osmanit të aderojnë në LDK, mos i merrni në parti njerëz me atë mendësi. Jo vetëm Lumira Dixhiku, normal, interesi primar është i Lumira Dixhiku sepse me dështimin e tij për të shndruar në alternativë ndaj lëvizjes të vendosjes, sidomos në zgjedhjet e fundit, ndonjë modeli koalicionit parazgjedhor është mbase një lloj shprese për të që mund ta fuqizoj lidhjen demokratike të Kosovës elektoralisht, por ky lloj sentimenti më i zbutur dhe një gjumë pak më pak kritike ndaj Vjosa Osmanit tashmë vrihet edhe tek subjektet tjera parlamentare, duke u nisur nga ky supozim që Zoti Kurti dhe zonja Osmani duke e përshkallëzuar konfliktin ndërmjet tyre do të rezultojnë në vetë rënimin politik të dyve. Unë nuk besoj. Pa bërë asgjë. Siç i fërkonin duart se do ta argëzojë Amerika, siç i fërkonin duart se qytetarët e Kosovës më në fund do të bindën që ky nuk është alternativë dhe ne me automatizëm do të bekohemi me pushtetin. Nuk besoj në kësi skema të shpëtimit momental absolut, është vetëm aktivizmi politik ai do thotë dhe ballafaqimi ditore konstant, ai i cili do t'i bindë qytetarët e Kosovës. Vjosa Osmani mund të jetë një personalitet simpatik për këto konflikte me Kurtin si në dimensionin medial, por tjetër është shtrirja nëpër kapilarët e shoqërisë. Pesha e saj politike opakur edhe vetë trashëgimtarët e saj të listës nuk guxuan të dalin pro saj. Do të ajo nuk ka realisht aktualisht nuk ka ndonjë peshë politike. Po çka do të ketë? Do të ketë betejë. Kjo javë pasoli do të ballavaçoj kampet e aktivistëve. Duke përllosh, duke përballë njëri tjetrin se ç'bëre ishte trafta. Unë tham që këto dy trashëgimi të ndryshme të karrierës së tyre politike nuk guxojnë të anashkalohen për dhënë një sinjal se si mund të jetë e ardhmja e këtij konflikti politik. Pra, sepse Albin Kurti në karike të ndryshme. Albin Kurti për ambicjet e tij egocentrike e ka ndërtuar një organizatë nga hiçi, i cili është treguar organizatë e cila ka arritur t'i sfidojë, t'i marginalizojë Koxha do partije dhe do subjekte politike. Vjosa Osmani, edhe që pastaj ka dhënë fuqi, se fuqia politike bazohet në këtë dimension. Po natyrisht. Fuqia politike bazohet nga aftësia për të grumbulluar sa më shumë njerëz rreth vetes, nuk dallon fuqia individuale prej fuqisë politike. Vjosa Osmani, për hir të këtij kalkulimi personal, ka rezultuar në rënimin e një organizate politike dhe një tradite. Dhe Albin Kurti mund të luftohet jo individualisht, po vetëm politikisht. Në këtë drejtim Vjosa Osmani është e privuar nga instrumenti kryesor se si do duhet të sfidojë për shkak të veprimeve të saj. Veprimet e saj kanë ndikuar në vetrënimin e fuqisë së saj politike për ta sfiduar Albin Kurtin. Kjo është arsyeja kryesore pse unë nuk kam shpresa që Vjosa Osmani mund të bëjë ndonjë lloj revolucioni elektoral gjatë muajve e viteve në VM. Ajo mund ndikoj në helmimin e atmosferës idelike që dominonte ndërmjet këtyre dy personaliteteve. E di që po duket ironike kjo që po e them mirë, po kjo është bindja ime se si zhvillohen proceset politike. Problemi është që subjektet opozitare, këtu e them me kompetencë, nëse dëshirojnë ta sfidojnë Albin Kurtin, e di që keq kuptohet ky term tash, duhet vetëm ta imitojnë lëvizjen vetvendosje, po është një thojza imitim, po është një thojza që subjektet opozitare mos harroni sot në partitë
Për ju, partitë opozitare nuk po shihen... Nuk kanë nevojë ti kenë shpresa, po. Për ju, partitë opozitare, aktualisht nuk po shihet që janë duke u djersit nga mundi opozitar. Jo, absolutisht. Nuk kanë nevojë që ti projektojnë shpresat për shpëtimin e tyre tek Vjosa Osmani, por te fuqitë e tyre të brendshme politike. Vetëm kjo është rruga që atyre u garanton suksesin për ta luftuar politikisht Albin Kurtin. Dhe hapi i parë që duhet ta bëjnë në këtë drejtim, mos harro sot në subjekte të tjera nuk prodhohet aktivizmi partijak. Nuk ka aktivizëm partijak në subjektet opozitare. Nuk e dija ka apo s'ka. Sepse këto... Ai forumi kësaj rinie, kjo organizatë kësaj rinie, ç'bëjnë aktivistat atje? Në subjektet opozitare ka individ të fuqishëm brenda tyre. Është ky individ, është ai individ në atë rajon, dhe mos harro edhe kjo reflektohet edhe në angazhimin e brendshëm politik ku njerëzit janë lojal ndaj këtij individi dhe ndaj këtij individi, por jo ndaj partisë. Do sot në PDK, që po i marrim disa shembulla, në një rajon është personaliteti Ilmi Reqiqës, në një rajon është i Samir Oshtakut, në një rajon tjetër i dikujt tjetër, dhe njerëzit janë ndonë dhe punojnë për këtë individ. Jo për platformën për platformën e përbashkët se si duhet ta sfidojnë Albin Kurtin. Një njëjta gjë është edhe në lidhje në demokratike të Kosovës, se si janë të degëzuar. Fuqia rajonale. Kërkon punojnë aktivistët e lëvizjes vetëvendosje. Për Glaucon Junckën, jo. Punojnë veç për Albin Kurtin dhe për lëvizjen vetëvendosje. Dallimi kë? Dallimi është radikal. Sot do thot ne mund të kemi vretje, prapë po tham, në ato që nga fillimi që i cekëm, nga fillimi është skandaloze do thot raportet e tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës me këtë. Ta qartësoj edhe njerë që nuk po them që është interes shtetëror kjo qasje e lëvizjes vetëvendosje, por po flas për dy modele të ndryshme të aktivizmit të politik. Që në lëvizjen vetëvendosje prodhohet aktivizëm për partinë dhe për Albin Kurtin, në subjekte tjera prodhohet lojalitet ndaj individëve të fuqishëm në dëm të fuqisë së partisë, e cila sjell dobësinë e partisë. Dhe kjo është kthesa radikale që këto subjekte politike duhet ta bëjnë, e të mos mojnë shpresa as te Amerika, të mos mojnë shpresa as te një lloj emancipimi sa hape mbyll syti qytetarëve të Kosovës që brenda natës ndërgjegjësohen që Albin Kurti s'po din të qeverisë, hajde ta kërkojmë shpëtimin politik tek subjekte të tjera, e as te Vjosa Osmani, sepse Vjosa Osmani i takon të njëjtës mendësi politike, i takon të njëjtës mendësi të këtyre formacioneve që po ja krijojnë komoditetin qeverisës Albin Kurtit. Kjo është... Ka solli një temë që tronditi pak a shumë të gjithë tronditi, nëse mund ta them ashtu, ishte një deklarat e ministrit Partisë Liberale Serbe, pjesë aktualisht të qeverisë, Nenad Rashić, kur tha për manastirin e Deçanit se ati personalisht Kurti kishte thënë se këtë po e bëj për ty, duke ju referuar zbatimit një gjykimit që kishte nxjerrë më herët gjykata kushtetuese mbi 24 hektar tokë që i kishte dhënë të drejtën manastirit që janë të tijat. Dhe kjo pati reagimet shumëta, po si po e mirë mban këtë temë, kjo opozitë sot? Kush është në terren duke diskutu? Askush. Kush është në terren? Askush. Dëgjorit, kjo tash këtë temë realisht duhet ta ndajmë në dy dimensione. Me qëllim e përmend pjesa politike, po e kuptoj pjesa politike, për shkak sepse ne e dimë kjo ka qenë një temë. Edhe pse Rashić tha se është ndryshuar. Jo, Rashić po tenton ti haj fjalët e veta, tash kuptohet, kjo në fakt s'kam, por për shkak të presionit të lëvizjes vetëvendosje tenton për shkak të presionit të lëvizjes vetëvendosje nga për arsye të efektit negativ publik që krijoi kjo deklaratë. Po e bëj këtë për ty. Po e bëjmë. Dëgjoni, tash kjo temë realisht duhet ta ndajmë në dy dimensione. Ne kemi diskutuar bashkërisht, kjo ka qenë njëri prej kritereve kryesore të komunitetit ndërkombëtar për procedimin e Kosovës në antarësim të Këshillit të Evropës. Pikërisht, sjellja e vazhdueshme kalkuluese e qeverive të Kosovës, dhe në këtë rast jo vetëm me Albin Kurti, në raport me këtë detyrim kushtetues, unë mendoj që ka ndikuar që Bashkia Ndërkombëtare ta humb besimin që do të fillojnë procedurat për zbatimin e asociacionit që e ka futur pastaj edhe këtë si kriter të
si kriter politik ndërkombëtar për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Vendimi i kësaj gjykate, vendimet e gjykatave duhet, nuk ka Kjo ka negociat, qenë, ka solli, duhet të, nuk ka çështje negociume, duhet të respektohen dhe të zbatohen rrjedhimisht. Por në mënyrën se si jam prezantuar palët, me qenë se jam në dini taksativisht të asaj situate, duke raportuar natyrisht. Duke që një hall ke shtetit ka munguar ta kryej punën e tij për ta bindur gjykatën kushtetuese se ato 24 hektar nuk janë të manastirit. Për shkak edhe të argumentit historik ka solli, edhe argumenteve të tjera që kanë peshë në interpretimi final juridik. Edhe argumente të tjera. Absolutisht. Edhe argumente të tjera katastrale, jo vetëm argumente historike, kështu me radhë. Dikush nuk e ka kryer punën, por tash kjo është temë tjetër. Po ne jemi ndodh para një standardi, para një kriteri të panegociueshëm nga partnerët ndërkombëtar që kemi obligim do thotë ta respektojmë një akt gjykim të tillë. Dhe këtu tash situata bëhet problematike, qasja arbitrare voluntariste, do të me cilën kryeministri Kurti ka vendosur ta respektoj këtë vendim të gjykatës kushtetuese. Do të jo për shkak të detyrimit shtetëror që ka, do të për shkak të jo për shkak të detyrimit shtetëror dhe që me plotësimin e këtij kriteri hapen perspektivat e Kosovës sa i përket agjendës euro-atlantike, por për shkak të jaranisë me Nenad Rashiqin. Kjo është ana skandaloze e kësaj teme. Do të sepse kanë qenë ambasador, kanë qenë zyra diplomatike, përfaqësues të vendeve çfarë do të shihet sot në politikën e Kosovës? Një reagim masiv nga se zbatimi i detyrimeve kushtetuese para se të jetë çështje e jaranisë personale, por është e përcaktimit ton për qenë koherent me shtetin për cilin ligjor tjera dhe nëse me ç'është puna tek jarania, atëherë ka qenë më e udhët të zbatohet për hir të jaranisë me partnerët ndërkombëtar sesa me Nenad Rashiqin. Kështu që kjo është dimensioni skandaloz i kësaj sjellje të ish qeverisë Kurti 2 me cilin ai duhet të mbajë përgjegjësi politike dhe penale nëse është e vërtet kjo që po pretendon zoti Rashiq. Duket se përgjegjësi penale e politike nuk po mban askush për çka do të bën. Kjo javë do ta karakterizoj gjithë diskusin publik në klimën e një vendimi për zgjedhjet e reja. Dhe do ta ballafaqoj mjedisin me një vokacion mbase toksik, duke rikthyer fjalorin e vite më parë, jo kësaj radhe midis kësaj opozite, po do të reduktohet midis zonës Osmani dhe po veç ne para se të hyjmë këtu në emision aktivistë lëvizjes vetvendosi dhe duke tërhequr, duke përdorur fjalët pushkatime tjera ndaj zonës Osmani, kishte tjerë më pastaj që e njëjta tashmë është në linjë me Vučićin sepse i pengon forcimi politik i kryeministrit Kurti, do ta shoqërojnë nëse mund të quhet diskutim politik sepse këto janë natyrës së etiketimeve. Mirë po. Diskutim do të ketë jehon elektorale. Do të ketë jehon elektorale, mirë po ajo tash do të jemi gjykata kushtetuese do të jemi në prakse si do të përcaktohet gjykata kushtetuese, nga se lëvizja vendosi sapo deklaroi që sot brenda ditës do ta dërgojnë për shqyrtim dekretin presidencial për shpërndarjen e kuvendit, a do të marrë mos të përkohshme apo vendimi i gjykatës kushtetuese e përcakton mos të madhe karakterin e zhvillimeve të ardhshme politike. Tash. Po sipas presidentes, kuvend nuk ka më. Po nuk ka kuvend. 30 deputet ku të mirë, avokati i popullit mund ta dërgoj, po si ta dërgoj? Si ta dërgoj? Po deputetët nuk po e pranojnë që janë shkarkuar, janë pritje të vendimit final të gjykatës kushtetuese. Çështja mund të jetë ndërsa kjo është çështje shumë e stereotipuar. Referim i një konflikti administrativ ka solli. Kush mban legalitetin e atyre në nënshkrime, jo vetëm legitimitetin. Kjo është një çështje da shumë e stërholluar juridike, prapë thamë jemi në pritje të kësaj situate, është fakt, nuk mund të mohohet, domethënë ky aspekt që Kuvendi i Kosovës ka dështuar të plotësojë një kriter kushtetues, është
e shkruar zeza në të bardhë, por nuk po ja lë vetes luksin, me çështja do të adresohet në gjykatë kushtetuese, se cila pas tani ti rikthejmë deklaratat. Se cila palë ka Kur ti thoshte se pari prioritet për mua është certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve, vetimi i deputetëve, rrjedhimisht konstituimi i kuvendit, buxheti dhe pastaj në fund presidenti. Tema e cila realisht ka qenë tema primare politike për të shmangë këtë krizë. Dhe këto deklarata dhe insistimin e lëvizjes vetëvendosje që do të mos madhe tash në ato që kam thënë do të jetë një ndërmarrje e madhe për ta zhvlerësuar politikisht Vjosa Osmanin, për t'ia përkujtuar asaj që është kjo që ka përfituar nga aleanca me lëvizjen vetëvendosje dhe jo e kontrata dhe po vrehen të sulme të kësaj natyre, nga se insistimi që të thuhet që pozita e presidentes ishte dhuratë e lëvizjes vetëvendosje dhe jo merite saj politike personale. Do të kemi prapë them, jemi në fillim të një odiseade. Epizodi parë mbaroi. Jemi në fillim të një kësaj telenovele, siç e ke thënë aty, latino-amerikane. Do të vijë epizodi 2, i 3, i njëjti. Domethënë fillim dashuria, pastaj grindja dhe divorci. Përsëri mbas e lini dashuri, rikrijohen situatat dhe jemi në këtë skenar, në këtë brenda kësaj vorbulle të gjenerimit të paravojshëm të krizave, mirë po ky është ambienti me cilin po jetojmë dhe nuk kemi ç'bëjmë. Faleminderit Kasolli shumë për analizë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.